Po kjo pirdja, sepse kjo është shprehja më e shpesh që ndëgjojmë, sidomos tek të moshuarit. Nuk po shoh, kam një pirdje. Kjo pirdja a është simptom vetëm tek të moshuarit apo mund të na ndodhë edhe neve? A është thjesht që shohim pak më trupull? Apo si e dallojmë? Pirdja është proces normal që na bëhet me moshë. Është proces normal i syrit, turbullima e thjerëzës. Po kataraktën që në pirdja katarakta realisht mund fëmia të lindë, quhet katarakt kongjinitale. Po, ka mundësi të lindë me pirdje syrit. Pirdja mund të bëhet në moshat më të reja. Pirdja shumë shpesh shtohet ata pacientë që kanë diabet. Te ata pacientë që gjenetikisht thonë edhe prindërit e mi kanë pas pirdje shumë moshë më të re. Gjithmonë është proces normal, po që na e karakterizojmë me moshat e shtymës, se ai kohë është vetëm thjerza, struktura e thjerëzës ndryshon dhe krijon turbullim të thjerëzës. Kështu që na e largojmë, po ndonjëherë tham krijohet çka katarakta sekondare. Tash efekti dallimi me laser fotokoagulimin këtu nuk krijohet nxehtësi. Kjo është thjesht është për arsye disruptive, efekt mekanik, thon prerje pa djegje. Sepse vetëm kemi shkatrimin e atij indit, të qelizave domethënë bën një farë lloj efekti thëmë ashtu bombardues ose shkatrus. Edhe në mënyrë është e hap një pjesë pa ka këtu djegje për rreth. A duhet patjetër me vendosat lentën? Lentët duhet kur tekat katarakta duhet vendoset lentët. Patjetër, se përndryshe ai pacient nuk mund të sheh. E zaventson forcën thyrëse të thjerëzës normale të synit tonë. Po për ata që po dojnë me pyet është të lentën ma ke vendosur me një dioptri që unë kam aktualisht. A mundet mas 10 vjetëve me ndryshu? Jo, por ashtu ne po largojmë një thjerëza normale syrit është në atë kodin e thonë aparatin dioptrik syrit. Na kemi larguar ato dhe kemi zaventsuar me këtë. Kështu që kjo pjesë është artificiale realisht. Është e përhershme. Na mund ta bëjmë një emision komplet është për thjerëza, se ka çast shumë pastaj kemi lloje të ndryshme të thjerëzave, por ndryshe këtë eceka që të kuptohet se kur e përdorim laserin domethënë ose jashtë laserin. Kjo është pyetje që e bëjmë pacientët shpesh. A do të më hek thjerëzën me laserin? Jo, thjerëza nuk heket. Se nuk preket syri. Ajo është e përhershme. Nëse kam edhe 50 vjet ymër, ajo edhe 50 vjet qëndron aty. Është e përhershme realisht. A përcillet, a mund të ka në infekcion diçka jo? Gjithmonë kuptohet, na themi mjeksi nuk mund të thonë asnjëherë që s'ka komplikime. Realisht po kjo është një metodë ç'është themi ashtu mos themi 100% e sigurt, por shumë e sigurt realisht. Edhe është e pranueshme për syrin e njeriu. E qartë. Kështu që atë idenë që domethënë bëhet laseri dhe nuk e dëmton thjerëzën, vetëm prapa thjerëzës largohet domethënë ajo çajo turbullima që është shkaktu. Si komplikim mund të jetë ndonjëherë është vetë dëmtimi i thjerëzës me laser, që duhet të ketë kujdes. Sepse këtu përdoret një energji shumë e madhe në një pikë të vogël ama shumë precize. Aty duhet të kemi gjithmonë kujdesin ato dy pikat që bashkohen për efekt laserit duhet dihet ku po bashkohen, jo në thjerëz. Po duhet të bashkohen prapa thjerëzës. Kështu si komplikimi është kjo, dëmtimet apo shajat që lihen në thjerëz. Ndonjëherë që që pengojnë shumë, pastaj ndodh një inflamacion i lehtë, na quajmë si uvet, pas intervenimit domethënë laserik ose rritje shumë e shkurt për disa ditë e tensionit të syrit. Ai hospitalizohet pacienti? Asnjëherë, nuk hospitalizohet. Kjo është laser që bëhet, as nuk e ndjen, domethënë, as nuk ka dhimbje, shkohet me njëherë në shtëpi, domethënë, as nuk mbyllet syri realisht. Është diçka që unë i them kanë pacientëve dhe fëmijëve mund ja bojnë, edhe se merr vesh as fëmijë, domethënë. Se merr vesh. Okej, sa është procedura lehtë.